Prej një subjekti politik i cili në farë mënyrë do i kemi anjoft edhe dojt ka i ka personi, do i kemi anjoft edhe qëfar ideologjie i përket, do i kemi anjoft me 100.000 pyetje që ka menon të për këto, që ka menon të për këto, të një subjekt në të cilin është bojë nësëshme veç me fitu, pavarësisht qysh. Ka një fjali që hala e kujtoj të Albin Kurtit, në kohën sa kemi qenë bashkë, po në periudhën kur tashmë ishim duke u ndarë, ku thot që në fakt kem nevojë për ma shumë aktivistë edhe antarë edhe votus. Edhe thot me i fjallë nuk ka lidhe çfarë cilësie janë, sepse bërlog o bërlog, mirë po me bërlog mund është me prodhu energji nëse e djek. Dhe tash që kjo logjik organizative, ty të shtinë me marë në lëvizjen vetë vendosje këdo që i mundet më të siguru 5, 10, 15, 100 vota. Pavarësisht çka bën, pavarësisht prej nga vjen. Në anglisht e thonë catch all part. Dhe ti tash e sheh për shembull grupin parlamentar të lëvizjes vendosje të kalumin, që ke pas tona ideologji të mundshme mbrana, apo i kemi ponda, prej konservativë religios, të komunistët bolshevik, të socialdemokratët, të liberal, të neoliberal, të rrugovista, të UÇK, të tonat. Dhe në anën tjetër, kur po përkthehet kjo në organizat, unë mendoj që këto janë njëri prej rezultateve të kësaj logjike. E pse unë mendoj ndryshe, Visar, pse unë kam një dyshim në base dhe të bazuar se kanë qenë në dieni, se mund të ketë qenë kontribus edhe financiar për lëvizjen vetëvendosje, për ardhjen e tyre në pushtet, dhe mund të ketë qenë në dieni edhe për veprimtarinë e tyre. Dokumentet, fillimisht, kanë ardhur prej 2022 prej Interpolit edhe prej Hollandës, Belgjikës. Për veprimtarinë e këtyre njerëzve përfshirë mikun e vllaut të Xhelal Sfesles. Dhe tash, mbase kam pas informacion se kush janë këta njerëz të përfshirë, sepse hetimi ka nisë qysh atëherë. Dhe ky hetim është zhvillu. Ata mërmenja që kanë mujt me qenë kaq sekret ky hetim, për kaq kohë që mos me mujt me marrë vesh Xhelal Sfesla, po flas për periudhën hetimore, se për operacionin është tjetër. Operacioni ka qenë krejtësisht i fshehtë për arrestimin e tyre. Pikërisht për shkak të frikës se mund ndërhyjë ministri i punëve të brendshme. Paçka tash do të flas për këtë. Pse unë mendoj se kanë qenë në dieni. Absolutisht nuk e përshtat. Po ndërprej, ta marr si shembull, mund të jetë një aktivist tepër i devotshëm, që e don lëvizjen vetëvendosje, që e don bashkimin kombëtar, që e don ideologjinë e lëvizjes vetëvendosje, por nuk mund të ketë qasje në karrigën e Albin Kurtit, në cilën i pret ai edhe ata kur antarësohen. Pra ky ishte gjithku. Ky ishte edhe me njerëz të Shqipërisë, Bojkenin atë ideolog të atje që konsiderohen, ishte me Xhelal Sfeslen, me Arben Vitin, ishte me Albulin Agjiun, ishte me Albin Kurtin, ishte me të gjithë. Pa e pas një lidhje, pa e pas një interes që i lidh diçka nuk kish mujt me qenë kaq i përfshirë. Absolutisht. Dhe kjo është shqetësuese si mas meje. Domethënë në Se situatë nuk thanë asnjë fjalë ministri i punëve të brendshme, nuk e përshëndeti operacionin, e as kryeministri, as kërkush. Në situatat të tilla unë e di çu ka ndodhur përpara, besoj që kjo është e njëjta, tash është hala më e shtuar, se përpara edhe kur ka qenë për shembull vetëm kryetar zoti Kurti, kur ka kërku dikush me taku zotin Kurti, ai ka marrë informata kush po të me taku dhe pse. Paraprakisht, para takimit.